Si vim në logjikën tjetër. Po. A i ka vallë mundësit shteti shqiptar që ta bëjë një veprim tillë? Pra që të bëjë një kompensim fizik? Jo. Atëherë, kanë qenë planifikuar në fillim fare, që fondi i tokës bujqësore, që ka qenë rreth 700.000 hektar në vitin 1990, të trajtohet me 7.501. Nga i fondi i tokës bujqësore, sot që flasim, me vendim qeverie, janë vënë në dispozicion të pronarëve shqiptarë një fond toke për 23.000 hektarësh. Të cilët për ironi të fatit janë në 4 rrethet e Shqipërisë qendrore, të shpërndarë nga njëra tjetra, janë rreth, po si pas ati vendimi të qeverisë, rreth 23.000 pasurit patundshme, të cilët kanë një sipërfaqe totale për 23.300 hektarësh. E di çfarë paradoksi ka? 70% e këtyre sipërfaqeve, që s'kan asnjë lidhje me njëra tjetrën, se janë pasuri të ndryshme, janë 24.000 pasuri të ndryshme, në zonat më malore të vendit, të këtyre 4 rretheve Shqipërisë, Berati, Elbasani, Gjirokastra. Quhet i përfunduar pastaj kur po e more atje, dhe pse s'do ta marrësh. Quhet në statistikë sigur është kthyer. 70% e këtyre parcelave, pasurive, le të themi, janë me një sipërfaqe prej 0.6 hektarësh, që për hir të realitetit, ekzistojnë vetëm në regjistrat e hipotekave, sot zyrave të kadastrës, po jo se ekzistojnë të në terren. Ashtu, ë? Po si mendon ti? Një pasuri 6 dënymesh. Është ndërmjet 3 pasurive tjera që është shpërndarë me ligjin 7501. Edhe ti mendon se ajo sipërfaqe toke atje është akoma kështu me kufi, me gardhe, sepse është e shtetit? Ajo është e përfshirë brenda jo vetëm atje, po edhe në zona më strategjike nuk ndodhë kështu, ajo më. Okej. Do t'jap edhe një shifër tjetër karakteristike. Po desha të thënë që po me një vendim qeverie të 2014-ës, për fondin e kompensimit ka qenë edhe një sipërfaqe